Pas një ndërprerje prej gati 2 dekadash të rinjt kroat, po thirren sërish për shërbim ushtarak. Pse ndryshoi Kroacia vendimin për të hequr shërbimin ushtarak? A do ta ndjekin shembullin vendet e tjera balltike? Viti i ri sjell me vete një sfidë të vjetër në një formë të re për të rinj në Kroaci. Në ditët e para të vitit 2026, rreth 1200 prej tyre kanë marrë letrat që i njoftojnë se janë thirrur për 2 muaj shërbim ushtarak. Ata janë brezi i parë që përballen me shërbimin ushtarak të detyrueshëm, që kur ajo hoq në vitin 2008, një vit para se Kroacia t'i bashkohej NATO-s. Në atë kohë ideja ishte të profesionalizojë forca e armatosur dhe të braktisej shërbimi kombëtar i detyruar. Tani me vetëm Hungarinë që e ndan Kroacinë nga Ukraina, perspektiva e një konflikti të armatosur duket tepër e afërt. Një dron i humbur ndoshta Ukrainas, por kur e identifikuar zyrtarisht udhëzuar në kryeqytetin kroat Zagreb. Në vitin 2022, ai nuk shkaktoi shumë dëme, por padyshim që i bëri njerëzit të mendojnë. Mbështetje e gjerë për rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Qeveria kroate kuptoi se mund të mbështetej vetëm në më pak se 15.000 personel ushtarak aktiv. Përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, ajo propozoi rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm për meshkujt që kishin braktisur shkollën. Ministri i Mbrojtjes Ivan Anušić tha se kjo do t'u ndihmonte të rinjve të ndryshonin zakonet e tyre të këqija dhe t'i përgatisnin ata për çdo kërcënim të madh. Anketa treguan mbështetje të gjerë për idenë, me 7 nga 10 kroat në favor. Votuesit rizgjodhen partinë HDZ, e cila tani e ka zbatuar këtë politikë. Legjislacioni i nevojshëm u miratua shpejt në parlament në tetorin e kaluar me 84 deputet në favor dhe vetëm 11 kundër.